Shpesher mendojmë se është gjithçka në këtë botë, po që nuk është. Edhe na intereson se si duket raporti fillimisht me Amerikën dhe çfarë duhet Kosova të presë nga administrata e re Trump, që duket e ndryshme edhe me atë të parën, po është komplet atipike përse e takon formën se si ka funksionuar Amerika, sidomos politikë reja. Shikoni tash, ju shihni që ambasada amerikane nuk prononcohet dhe s'është merret me këtë çështën, do të thotë që ngërçin çues. Ta dini edhe një çështje duhet pas parasysh. Aleanca transatlantike është ka ridefinohet prej themeli. Evropa është ka merr barën e vetë të përgjegjësisë. Prej themeli për sigurinë në raport me Rusinë. Gjithmonë bëhet fjalë se si është në Evropa me Kinë, po bën biznes, do të thotë nuk ka. Kurse Amerika ka rrezik sigurie problem me Kinën. Do të thotë ky faktor është determinant edhe në çështjen e raporteve tona me Serbinë. Çfarë kuptimi? Nuk mundesh me prit tash me qenë Amerika në rol prijetar,